Largimi masiv i banorëve në zonat rurale ka detyruar shumë biznese të mbyllin aktivitetin e tyre për shkak të mungesës së fuqisë blerëse. Një rast i tillë është në fshatin Kovashicë të njësisë administrative Shupënjës në bashkinë e Bulqizës. 76 vjeçari Çamil Toçi dikur kishte një bar kafe në fshat në të cilin mbledheshin banorë për të konsumuar kafe çdo ditë, por në vitet e fundit largimi masiv i banorëve bëri që puna në lokal nisi të binte. I gjendur në kushtet kur nuk kishte më fitim me këtë biznes të vogël familjar, 76 vjeçari vendosi ta mbyllë aktivitetin e bar kafes, por jo ambientin e lokalit. Çamil Toçi e tjetërsoi lokalin e tij duke e kthyer nga bar kafe në një muze të vogël me objekte të vjetra, punime artizanale prej druri, bakri dhe bronzi, ora xhepi të vjetra që kanë kaluar brez pas brezi. 76 vjeçari nga Kovashica shprehet se muzeun e ndërtoi dal nga dal me ndihmën edhe të miqve e të njohurve të cilët i kanë dhuruar disa objekte e një pjesë tjetër e ka bler. Më përpara këtu ka qenë lokal fshati, por me qenë se njerëzit hikën, kemi metën nga 2 veta për shtëpi, tash është kështu siç e shikoni ju. S'kisha çfarë të bëj dhe sikur kaloi koha ne kthehemi mrapa në kohë. Kto diku i kam gjetë me shoqëri, dikush mi ka bërë dhurat, disa i kam blej, kërkojnë më shumë, po jam kujtu vonë. Tu ka pak histori, pak gjëna të vjetra. Po që se të harrojmë nga kemi ardhur, nuk e dim se ku po shkojmë. 2021 kam filluar të mbledhëm në gjanat. Braktisja e fshatit u duk që me rënien e numrit të nxënësve, Çamili shprehet se ndryshe është situata në shtetin fqinj të Italisë, ku edhe jetojnë fëmijët e tij. Atje shteti, thotë 76 vjeçari, kujdeset për detajet më të vogla që fshatrat të mos braktisen. Atëherë kur njerëzit ikën, u mbyll shkolla, u mbyll kopshti, në kështu erdhëm deri këtu. Unë isha një muaj në Itali. Kishin dalë në prit në aerodrom fëmijët e mi bashkë me fëmijët e atyne. Dhe në darkë më erdhi një zaf, edhe pyeste në letër pse fëmijët e ju nuk kanë qenë sot në shkollë. Dhe në atë zaf ishin edhe detyrat që duhet i boshin fëmijët për të shkuar nesër të përgatitur në shkollë. Pra, kjo më bëni shumë përshtypje se atje ka shtet, ka rregull, kurse këto s'interesohet njëri sepse fëmia nuk shkon në shkollë, po si shkon në shkollë. Çdo gjë është në zero. Por që më shumë s'kam çfarë të them. Kto ka qenë 130, 150, tash s'ka një gjithë nga 2 përshpjegimet. E pikërisht, pendime ka që ka 85 vite, por faktikisht asgjë nuk është bën. S'ke me kopi një kafe, fëmijët vinë shumë rrallë dhe kur vinë një herë më të motë, vinë me mollë shkojnë me lëtë, tu s'ka asnjë sen. Edhe ne do ikim, edhe ne djetë do ikim. Do ikim se ç'është bështu. 76 vjeçari nga Kovashica tashmë është kthyer në koleksionist të objekteve të vjetra, të cilat më vonë shpreson t'i vendos në shërbim të turizmit të zonës.